Protesta e opozitës ka vënë në gatishmëri të plotë të gjithë policinë e shtetit gjatë orëve të parë të mëngjesit të sejntes. Vëmendja më e madhe e policisë ishte përqendruar pranë parlamentit, teksa ishte edhe seanca e radhës. Më pas fokusi i policisë është përqendruar në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në sheshin para kryeministrisë, ku ishin të dislokuar 20 furgona të njësisë operacionale speciale dhe forcave të FNSH-s. Më herët policia e shtetit kishte ngritur patrulla të lëvizshme në të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse të kryeqytetit, ndërsa protestuesit nisën të mbërrinin në kryeqytet rreth orës 9:45 të paradites. Në fund të tubimit të thirrur nga Partia Demokratike, protesta u mbyll paqësisht, duke mos patur asnjë person të shoqëruar në komisariat. Policia e shtetit, nëpërmjet një njoftimi zyrtar, falenderoi të gjithë qytetarët për mirëkuptimin e treguar gjatë kontrolleve të paralajmëruara në akset kombëtare, si dhe për bashkëpunimin e treguar prej tyre, masa këto të bëra me dije nga zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë një ditë më parë.